Naftë pa akcizë dhe rinovim të flotës detare për peshkimin. Ky ka qenë premtimi i Ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave Edmond Panariti, i dhënë gjatë takimit me grupet e interesit të peshkimit, me të cilët u takua për t'u njohur më nga afër me problematikat në këtë sektor. Ministri Panariti deklaroi se sektori i peshkimit për ekonominë e vendit tonë është shumë i rëndësishëm, pasi ofron një larmishmëri prodhimesh. Këto janë sfidat tona në sektorin e peshkimit, këto janë ambicjet tona. Unë jam i njohur dhe nga shoqata e peshkimit me nevojën për uljen e kostos peshkimit, që është padyshim furnizimi me naftë pa akcizë, por siç thash, kjo do të shkojë paralel me rinovimin e flotës, pasi nuk ja vlen të furnizosh anije të amortizuara, të cilët peshkojnë me kosto shumë të lartë si rezultat i djegjes jo të plotë që i bëjnë naftës, dhe ne do të ecim paralelisht edhe me hartimin e skemës së përshtatshme për furnizimin e këtyre anijeve me naftë me kosto të ulët. Këto janë disa nga përparësitë që ne i kemi vendosur vetes për stimulimin dhe mbështetjen e sektorit peshkimit, dhe unë jam i bindur që në këtë mandat 4 vjeçar ne do të bëjmë diferencën. Sektori i përpunimit të peshkut në Shqipëri ka sot të punësuar rreth 2000 punonjës dhe një pjesë e këtyre produkteve eksportohen edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Panariti ka premtuar ndër të tjera ndihmë dhe ndërhyrje edhe në kultivimin e midjes, eksporti së cilës është ndërprerë që prej vitit 94.